Për deklaratën e kryeministrit Rama ditën e sotme për dokumentin Besa, por jo vetëm edhe për zhvillimet e djeshme të kuvendit, fokus reforma territoriale, do të bashkëbisedoj në një komunikim online me avokat Leonard Karajn. Avokat, përshëndes. Përshëndetje, faleminderit Ilir. Faleminderit që je prezent. Në studio kam deputetin Redi Muçi. Redi, faleminderit. Knesi, doja ta nisnim bashkë si opozitar, për ty çfarë do të thotë fjalimi i kryeministrit Rama? Për mendimin tim është ndër fjalimet që do harrohet shumë shpejt, edhe pse ai shpreson dhe në atë që shprehu që pikërisht kjo që i vuri titullin Besa të komentohet dhe të merret seriozisht, mua mjafton të shohësh fytyrat e deputetëve që ishin pranishëm në këtë mbledhje për të kuptuar se çfarë kuptove nga fytyrat? Po më duken shumë të lodhura, as pak të motivuara, apo të frymëzuara, apo të vetëdijshme se po arrihet një lloj zgjidhje situatës së krijuar tash për 55 ditësh protestash në vend. Dhe në fakt interpretimi që i bëj unë fjalimit gjatë të Edi Ramës është tamam, si thua, një njeri që ose nuk e ka kuptuar realitetin e protestës, ose përpiqet shumë që të jap një mesazh krejt ndryshe nga ajo çka është në fakt kërkesa e protestuesve. Ai listoi një listë gjatë arritjesh të qeverisë së tij, që në fakt është tipike e qeverive të cilat arrin në fundin e rrugtimit të tyre të legitimitetit, si thua, politik të tyre dhe detyrohen që t'i rikthehen bëmave ose krahasimit të para 13 vjetëve në rastin e Edi Ramës me çfarë ka qenë dhe çfarë është bërë Shqipëria. Por që thelbësisht është një mesazh i cili edhe pse përpiqet sikur i hap rrugën një diskutimi të ri, në fakt është krejt jashtë orbitës së diskutimit që ka imponuar protesta për 55 ditë tashmë. Ke një ide se çfarë shkruhet në këtë dokumentin titulluar Besa, cilin Rama tha do ta diskutojë një herë me grupin e ngushtë? Unë kam përshtypjen që thjesht bëhet fjalë, është diçka besoj e ngjashme nëse të kujtohet me të famshëm pakti për universitetin. Pra kur nisën protestat studentore të studentëve në vitin në 2018, ai doli me një lloj pakti i cili thelbësisht nuk kishte të bënte fare me një lloj reformimi të pritshëm të sistemit arsimor, por me një sër pikash që nuk është se ndryshuan asgjë. Dhe besoj se diçka e ngjashme do tentoj të jetë edhe ky dokument, ndërkohë që kërkesat e protestës të dala nga protesta janë thellësisht politike, duke nisur që me kërkesën për dorëheqjen e tij, por dhe më tej me shfuqizimin e një sër ligjesh që kanë qenë shkatrimtare për vendin dhe që lidhen drejt për së drejti me arsye pse protestohet, për shembull me mosnjohjen e të drejtës pronës, me ndërhyrjen në mjedis dhe shkatrimin e zonave të mbrojtura, me reformën zgjedhore, e cila që në vitin 2008 ka krijuar këto dy forca politike dhe një sistem të ngurtë autoritar partish në vend, qoftë me ligjin për financimin e partive politike, që gjithmonë, si thua, furnizohet nga parat e botës së nëndeshme. Kështu që kërkesat janë thellësisht politike dhe unë kam bindjen që dokumenti që propozon Edi Rama s'ka për të prekur asnjë prej këtyre kërkesave të rëndësishme. Redi me drejt përmend paktin për universitetin me studentët si pasojë e protestave, po sot kemi bëjmë një dokument që quhet Besa, edhe të paktën pamje të parë në perceptim të krijohet ideja se nëse t'jap besën dhe nuk e bëj, atëherë ka pasoja. Po në fakt sikur ngushtohet bashkëpunimi edhe premtimi. Po në fakt është ajo që në fakt thot shpesh Edi Rama dhe deputetët e Partisë Socialiste që fakti që ai mori një mandat të katërt në majin e vitit të shkuar, atëherë ai, si thua, e dha një besë dhe një vit më pas, madje më pak se një vit, populli doli në shesh pikërisht sepse u ndje i zhgënjyer nga ajo që premtoi, le të themi, kryeministri kur erdhi në pushtet me 83 mandate apo jo. Kështu që fakti që njerëzit janë në shesh dhe po protestojnë do thotë se nuk është se po presim një besë të re prej tij, por sepse siç është shprehur dhe vetë protesta, ka ardhur momenti që i gjithë sistemi i ngritur në këto 35 vjet i përfaqësuar nga dy figura kryesore që është Berisha dhe Rama të marrë fund, i gjithë modeli i zhvillimit ekonomik që përzien oligarkinë, trafikun e narkotikëve, betonizimin e Bregdetit dhe të kryeqytetit duhet marrë fund dhe t'i hapet rruga një Shqipëri të re, që është një Shqipëri demokratike, me standarde, me pikërisht me ato që supozohet janë vlerat e Bashkimit Evropian në cilën ne aderojmë. Do ta vijojmë bisedën, por doja edhe një opinion parë nga avokati. Avokat, në shesh tha kryeministri ka mbetur vetëm puplat e korbave
Tani, gjithë deklaratën, por edhe dokumentin Besa, si e shikon? Do të arrijë ai që t'i shuaj protestat edhe të kthejë, le themi, besimin e qytetarëve te kjo maxhorancë, siç paralajmëroi kryeministri Rama, shpresoi gjithashtu? Tani unë nuk besoj se ka qytetar në këtë botë, domethënë që pretendon ose beson që t'i japim besën një të pabesi. Sepse politikisht njeri më të pabes se sa Edi Rama në këto të paktën këto 13 vite nuk ka njohur politika shqiptare këto 35 vite dhe më përpara po doni juve që të shkojmë të bëjmë histori. Në qoftë se besën do ta marrim si një lloj premtimi, ti e bëre konotacionin pak më përpara, po besa konsiderohet si një gjë pastaj domethënë që krijon pasoja të mëtejshme, unë po merrem te premtimi. Ky zotëria i ka dhënë besën shqiptarëve që do të zgjidhte çështjen e pronës. E ka zgjidhur? Jo. U ka dhënë besën shqiptarëve se ai vetëm ai do bënte të mundur që shqiptarët ose të paktën tiranasit, kryeqytetasit do kishin ujë 24 orë. Nëse ti i lirë ke ujë 24 orë, atëherë pranoje besën e zotit Rama. Kam depozit. Apo gjithfarë gjërash të tjera, të cilat lidhen me fjalën besë, dhe ka dy gjëra, ose ky i pabes vazhdon akoma të bëj aktorin por të keq në rastin konkret, ose teorikisht zoti Rama nuk e ka aberin fare çfarë do të thotë realisht fjala bes në fjalorin e gjuhës shqipe, sepse vetëm për besë nuk flitet me të. Aq besë ka ky zotëri, sa vjet për shembull, u mori votat atyre në Theth, në Malsinë e Madhe, në maj të 2025-s, edhe akoma pa u formuar qeverinë e tij, 2 muaj më vonë, aq i besë edhe i pabesës ky njeri sa shkoi u aprishi shtëpitë atyre. Dhe 3 ditë apo 4 ditë më përpara shkonta dhe thoshte, po unë nuk u thash të ndërtonit pa leje juve. Ç'është kjo histori? Po si nuk thërë ditë dhe domethënë çka ke ndërtuar do të legalizohet. Ti erdhe u aprishe atyre. Pra ky është ai i pabesë. Jeni ke shkuptuar, tha kryeministri Rama në Theth, për sa i përket kësaj pike. Doja do të pyesja, a është ashtu siç tha kryeministri Rama administrata në këtë vend? Shumë e bukur kjo. Shiko, Edi Rama hera e herës është si puna e Enver Hoxhës. Enver Hoxha kishte 1 në 5 vjet, Edi Rama i ka 1 në 5 muaj. Duhet me patjetër që të gjej grupin armiqësor. Sepse ndryshe nuk arrin dot domethënë të qëndrojnë në pushtet, të mbajnë pushtet. Tani, po ta kujtoni, shumë kohë përpara fajin e kishte opozita, fajin e kishte Saliu. Pastaj fajin e kishin bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, faji ishte individual, pastaj faji u bë që e kishin iranianët. Fajin e kishin grekët që s'na donin faj, sot faji kishte kaluar te administrata. Pra fajin e ka administrata. Është ashtu administrata siç tha kryeministri Rama? Shiko, administrata është më keq se çfarë thot kryeministri Rama. Po kjo është administratë, është pasqyra e vërtet e kësaj qeverisje. Pse është pasqyra e vërtetë e kësaj qeverisje? E ka fajin Rama për administratën? Po sigurisht, pse unë e kam fajin, pse unë e drejtoj administratën shqiptare. Po si e ka fajin? Hipotekën unë e drejtoj. Pse e ka fajin? O Ilir, hipotekën nuk e drejtoj unë. Në qoftë se në krye të hipotekës ose në krye të Ministrisë së Drejtësisë vendoset një person i cili thotë nuk ka shanse që në këtë ministri apo në këtë drejtori të ketë korrupsion, të sigurojnë që s'mund bëjë njëri korrupsion. Korrupsioni nuk vjen nga poshtë lart, nuk vjen nga lart poshtë. E bën ai që është lart, pastaj e bën ky tjetri e merr hap. Dhe në qoftë se unë flas dhe them domethënë që hipoteka është institucioni më i inkriminuar, më i korruptuar që ka në Republikën e Shqipërisë, këtë e them me fakte më. Ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë e kanë në mishin e tyre domethënë çfarë kanë hequr nga hipoteka. Për kë administratë flet ky zotëria? Pra atë administratë që ka 13 vjet që e drejton ai, kush e ka drejtuar administratën shqiptare? Nuk e ka drejtuar as Sali Berisha, as Redi Muçi që ke aty, as Lulzim Basha po duhesh ti, as kërkush. E ka drejtuar zoti Edi Rama dhe të gjithë sejmenët e tija. Kujt po i kërkon llogari ky zotëria? S'po e kuptoj. Po i kërkon llogari përfaqësuesve të tij, drejtorëve, ministrëve, kujt i kërkon? Se këta njerëz kanë drejtues në krye të tyre. Si është e mundur që ky pas ka administratën kaq më të mirë, Spaku, pra Spaku për cilën nuk ka 1001 rezerva, sot aty bëjnë pelegrinazh të gjithë administrata e Edi Ramës. Si është e mundur që shkon Spaku dhe BKE-ja dhe i merr gjithë telefonat atyre drejtuesve të kadastrës të Tiranës? Pse s'vjen tek këtu unë edhe te ty të marrë telefonin e? Për kë administrat po flet se nuk e kuptoj. Pra kjo është si të mbulosh diellin me shosh, i them unë. I është futur deri në fyt, për te fytit në korrupsion dhe tani mundohet domethënë që të gjej ata të cilët po i prishin imazhin këtij zotërisë.
O zotri, ti je kryeministri këtij vendi sot e 13 vjet. Tani o ditë të qeverisësh, o hap krahun dhe largohu më zotri. Kaq e thjesht është. Muxhi, a mund të distancohet kryeministri nga administrata dhe ta kritikojë ashtu siç bëri sot? Se avokati e shikon të ndërlidhur, thotë është hipokrizi të kritikosh administratën kur drejtorët, drejtuesit e këtyre institucioneve në një farë mënyrë tërthore, le themi, ne e dimë si funksionon këtë vend. Po sigurisht që është hipokrizi, sepse duke qenë ai drejtuesi i shtetit, administrata, që tha dhe avokati, është pasqyrë e mënyrës se si ka drejtuar, se si ka qeverisur Edi Rama. Edi Rama është drejt së drejti përgjegjës për atrofizimin e institucioneve të këtij shteti. Sepse, po marr një rast të thjeshtë, për shembull, Edi Rama duke qenë drejtuesi i KKT-us, është ai i cili ka firmosur të gjitha lejet e ndërtimit për kullat, për rezortet turistike e me radhë. Pra, në një farë mënyrë ka marrë kompetencat e atij që duhet të ishte, si thua, një komision ekspertësh, profesionistësh, urbanistësh, arkitektësh, që janë ata që duhet të hartojnë plane urbanistike, të thonë se si duhet të ndërtohen zonat, si duhet të zhvillohen zonat, dhe i ka marrë gjitha kompetencat ai vetë duke e atrofizuar nga pikpamja profesionale, institucionale, ta kam fjalën. Nga ana tjetër, për shembull, është e vërtetë që Edi Rama përpiqet gjithmonë që të gjejë armiq ose grupet armiqësore. Në këtë rast përmend administratën dhe po ta mbani mend kur ishte skandali që lidhej me ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, ai doli me shprehjen që janë ngrënë kumbullat e dardhë mbrapa shpinës time ata. Ndërkohë, në momentin që flasim, dosja e fundit hetimore e SPAK-ut bën fjalë për 20 urdhra arreste për njerëz të lidhur me trafikun e drogës, të cilët kanë marrë firmën nga Edi Rama për leje ndërtimi për 1.2 milion metër katror në mbar Shqipërinë. Redi, për ty, si opozitar, pse dalin qytetarët? Vetëm sepse janë të shpërfillur nga administrata, si shta kryeministri Rama? Po shiko, vetëm për ta mbaruar këtë, do të them që dikush që thotë që hajnë kumbullat e darë mbrapa shpinës time dhe nga ana tjetër janë 20 vet që janë në urdhër arrest, se kanë përfituar nga firma e tij, ky njeri është ose tërësisht i paaft ose është pjesë me këta. Tani, nuk e zgjidhim këtu neve këtë. Dakor, e zgjidh pak. Prandaj doja që të merja ca përgjigje drejt për drejt si opozitar. Edhe i zëshëm madje në parlament dhe komplimentoj për këtë. Tani, unë mendoj se arsyeja pse kryeministri Rama tha ka indiferencë nga administrata, unë i kuptoj qytetarët, to janë flamingot e vërtet që duhen larguar nga uji turbullt apo le të themi nga ata që përveç se ja hodhi fajin administratës, retorika tjetër e Edi Ramës... Qytetarët dalin vetëm për administratën? Sigurisht që jo. Për çfarë dalin? Madje qytetarët nuk dalin as për atë që pretendon Edi Rama, se për shkak të mirë qeverisjes së tij pritshmëritë ose aspiratat e shqiptarëve që kanë arritur aq shumë, sa që tashmë kërkojnë edhe më shumë llogari, qoftë nga administrata, qoftë nga qeveria e tij. Janë rritur pritshmëritë tona. Sigurisht që nuk është. Qytetarët shqiptar kanë dalë, kanë parë botë me sy, le të themi, edhe patjetër që pritshmëritë janë më të mëdha. Pritshmëritë janë në fakt të njëjtat, pse? Sepse po të shohësh kërkesat e protestuesve që kanë të bëjnë për shembull me shfuqizimin e ligjit për investime strategjike, me shfuqizimin e paketës së maleve. Po arsyeja pse kërkojnë qytetarët, cila është? Sepse për 35 vjet ende nuk është zgjidhur çështja e pronësisë, se kujt i takon prona dhe kujt si takon. Pra, investime strategjike ishte një mënyrë për të grabitur pronën një komuniteti dhe për të dhënë një miku të kryeministrit. Kaq e thjeshtë. Të njëjtën gjë tenton të bëj edhe me paketën e maleve. Shqiptarët kërkojnë gjithashtu anulimin e ndryshimeve që vërin vitin 2024 sa i përket zonave të mbrojtura. Shqiptarët po thonë, ajo pak natyrë që na ka ngelur, duam ta mbrojmë dhe jo ta shkatrojmë dhe ta betonizojmë tek miqtë tuaj oligark. Pra, këto janë kërkesa bazike, themelore, të cilat nuk është se janë rritur kaq shumë aspiratat, që tani po themi, shqiptarët kërkojnë mos kemi më një sistem zgjedhor që ka kalcifikuar dy figura politike thellësisht autokratike në krye të qeverisë shqiptare. Këto janë kërkesa të cilat vërtet u ka ardhur koha, por jo për shkak të mirëqeverisjes dhe rritjes së aspiratave që thuan tani ne duam edhe kërkesa për rrugë 24 orë është bazike. Tuthem për ta mbyllur këtë pjesë, shuhen protestat nga Besa apo nuk shuhen? Absolutisht që jo, sepse Besa nuk ka lidhje fare me atë çka është thelbi i protestës. Dorëheqja e Edi Ramës dhe këto ligje që unë citova që duhen shfuqizuar. Qartë. Avokat, nëse ke diçka për mbledhjen e sotme të socialistëve, tutem sa më shkurt se dua që të vijojmë me atë që pam ditën e dieshme në parlament. Shkurt fare do thosha ishte një monolog i zotit Rama, si në të gjitha herët e tjerë, i cili mbledh ata 80 kusur se i menet e tjerë dhe u bën le të themi lavazh truri themur. Për shqiptarët
asë një gjë më shumë, asë edhe një gjë më pak. Siç ishte dje është sot, uroj të mos jetë e njëjta gjë nesër. Mbetet për t'u parë kur shikojmë dokumentin. Cilin Po tani, po nëse ti i ke akoma besim të kryeministri jot dhe imi, atëherë është qoftë ti që je, çfarë do të them. besova dhe kontrollo si është ajo shpreha. Kështu ju. Ti je gazetari vjetër. Avokat. E nuhat në ajër. Avokat, mos paragjykojmë. Të lutem, për ty, çfarë ishte ajo që ndodhi dje në parlament? E kam fjalën për reformën territoriale. U priste që të kishte një raport nga të dyja palët për të kuptuar se çfarë po ndodhte midis tyre, duke qenë se kemi pasur një periudhë konsultimesh me qytetarët. Kjo nuk ndodhi. U duk si keq kuptim, megjithatë zoti Balla, kreu grupit socialist, tha disa herë bëhet fjalë për qëndrime për sa i përket reformës, nuk bëhet fjalë për votim, po besoj e ke parë, zoti Boçi bllokoi foltoren, u rritën tensionet, u përshpejtua gjithë seanca, tensionet u rritën kur erdhi kryeministri Rama dhe s'morën vesh asgjë se çfarë ka bërë maxhoranca dhe opozita për reformën administrativo-territoriale. Për ty, arrim do të bëjmë një reformë të mirë administrativo-territoriale apo nuk arrim do të ta bëjmë? E para për nisë nga ajo që ndodhi dje. Unë jam kundër totalisht ndaj mënyrës së sjelljes së opozitës në parlament. Duke ta shiqarë si kundër ata i hedhin benzinë zjarrit, pra jo ta shuhen, po e ndezin akoma dhe më tepër. Dhe unë nuk jam pro asaj ide. Nuk e di pse e bëjnë, ka pa aftësi o ka një se gjithë janë politikanë me eksperiencë, ata që janë aty, madje me nga 2-3 mandate. Tani unë në kokën e tyre nuk jam i lirë, po ditë them domethënë që kjo gjë mua nuk më pëlqen dhe besoj se ka shumë njerëz në Shqipëri që nuk e pëlqejnë ato gjë. Tani edhe i kupton. Unë e njoh shumë mirë për atë që e njoh, po për ato skutat e nëndeshme të atyre, domethënë që qajnë bëjnë sikur qajnë ditën dhe natën pastaj puthen me njëri tjetrin, kjo është histori krejt tjetër. Pastaj nuk duhet të futem këtu. Pse nuk pam një raport nga të dyja palët? Ishte kastile, ishte skenar kjo apo ndodhi aty për aty? Unë kam përshtypjen domethënë që ndodhi edhe aty për aty, po kam përshtypjen tjetër që socialistët, pavarësisht faktit që këtu e 3 apo 4 muaj, kur bën këtë grupin e reformës territoriale, edhe pse thanë që kjo reformë do jetë bipartizane, pra gjithë përfshirëse, ku do dëgjohen të gjitha, le themi, palët, sepse është një reformë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, jo për socialistët dhe për demokratët, kjo gjë nuk ndodhi. Madje dole edhe në për Shqipëri duke bërë dëgjesa këtu e ande, për të kuptuar domethënë se cila ishte qasja e shqiptarëve. Unë kam përshtypjen domethënë që reforma territoriale që po bën Partia Socialiste ose varianti që ka hedhur Partia Socialiste në treg për të bërë një reformë territoriale do jetë shkatërrimtare për Shqipërinë. Të bësh një reformë territoriale, duke synuar gjithmonë për të bërë bashki të mëdha dhe duke larguar qytetarin nga bashkia, kjo është komuniste. Po është larguar qytetari, thonë ata, prandaj duam t'i bëjmë bashkë. Si më fal? Nuk ka qytetar, prandaj duam t'i bëjmë bashkë. Duke cinike kjo, po... Jo, e mora vesh për cinike, po shumë e zgjuar kjo sepse e kam dëgjuar këtë. Dëgjoj, në asnjë vend të Europës, dhe këtë ta them me profesionalizëm, në asnjë vend të Europës nuk është kriter masa, popullata për të pasur një bashki apo jo. Nuk ka lidhje fare nëse ti ke 500.000 banor apo ke 5.000 banor. Të qenurit në një bashki do të në një komunitet lidhet me autenticitetin asaj bashkije, me doket, me zakonet, me resurset dhe me mënyrën e menaxhimit të asaj bashkije. Po të marr një rast konkret, që e njoh shumë mirë. Të lutem mos ndalemi shumë në teknikalitete, avokat, sa më drejt për drejt se s'kemi edhe shumë kohë. Të lutem. Duan të bashkojmë bashkinë Prenjas me bashkinë Librasht. Janë dy gjëra krejt të ndryshme. Dhe ta them me profesionalizëm këtë. Janë të ndryshme. Për çfarë e fjalën ndryshme? Traditë e gjëra të tilla. S'po flasim për këtë. Të gjitha, nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Por nuk kanë lidhje me njëra tjetrën mo. Për më tepër, pse duhet ta bashkosh ti Prenjasin me Librashtin, kur Prenjasin deri i kishe dhënë notë 10 si një nga bashkitë me menaxhimin më të mirë të resurseve. Mos kemi dy kryetarë, pra kemi një kryetar të menaxhojmë më mirë fondet, se diti që reforma territoriale ka të bëjë edhe me kontekstin. Që do të thotë që shpopullimin e asaj zone ta bësh fakt të kryer. Sepse ai njeriu e kërkon bashkinë aty sepse do që të marrë një shërbim. Ai nuk e do bashkinë 50 km larg që të mos mundohet të mos e marrin as mundimin që të shkojë deri në Librasht. Kjo është historia që duhet të ndjekim. Pse kështu mendon ti domethënë që janë komunat dhe bashkitë
në Itali apo në Franca apo gjetë? Jo, jo. Pushteti lokal duhet të jetë sa më afër qytetarit. Qartë. Nuk duhet të jetë sa më larg qytetarit. Kjo është tipike komuniste dhe një po e them. Dhe ata banorë që duan ta pranojnë këtë gjë, më mirë të mos dalin më në votime. Kjo do ishte mosbindja civile për këtë bashki që pretendohet se mund të shkrihen, do ishte gjë kryesore që ata duhet të ndërmarrin. Ja do shohim çfarë do ndodh. Çështje politike. Prenja si e bëri protestën. Jo, mos ka arritur akoma, do duhet bëjnë shumë çka. Madje po t'jap një lajm këtu, me këtë e kam të dëgjuar, nuk e kam të konfirmuar. Në rast se do ndodhin ajo, në Bashkinë Prenjas kanë thënë që nga kryetari i bashkisë dhe të gjithë do japin dorëheqjen menjëherë të parevokueshme nëse do ndodhin kjo harta e re territoriale. E kuptova. Po çfarë do prodhoj kjo? Ndonjë gjë të madhe apo? Po tani më mirë kaq se sa tani 12 shtasat nuk I vëm dot në Frëngji, çfarë do bëjmë tjetër? Po bëja shaka, do të ngacmoja. Redi, ishte skenare e djeshmja që pam kuvend për t'i bërë bish ndoshta raportimit të dy AK-ve. Unë në fakt e kam vënë re dhe kam denoncuar si një skenar marrëveshjeje mes të dy palëve për të pamundsuar diskutimin dhe debatin në Kuvendin e Shqipërisë, sepse për mendimin tim fare mirë Partia Demokratike edhe mund kishte protestuar ndaj qëndrimit Partisë Socialiste, por nuk shoh asnjë arsye logjike sepse e bllokon foltoren në mënyrë që të pamundsoj diskutimin e projektligjeve. Deri ishte një seancë jashtëzakonisht shumë e rëndësishme, ishte 34 pika në rendin e ditës, projektligjesh, projekte rezolutash, bëj fjalë për aktin normativ që I kaloi për 4.3 milion euro koncertit Kanye Westit, bëj fjalë për ndryshimet. Kishte vend për debat pafund edhe për të informuar qytetarët. More, vetëm unë tani kisha përgatitur 4 fjalime të ndryshme për 4 projektligje shumë të rëndësishme, mendoj unë. Dhe më duket se është në interes në fakt të Partisë Socialiste që këto projektligje që kanë pasoja për Shqipërinë të mos diskutohen, të mos analizohen, të mos shtjellohen për qytetarët e thjeshtë. Që të mos flasë për shembull pse I shkojnë 4.3 milion euro Kanye Westit është në të mirë të Blendi Gonxhes. Po si e bllokon opozita pra? Thjesht bllokon foltoren dhe po si e bllokon kur do të ishte në interes saj që bashkëbisedojë. Prandaj po them a ka ndonjë skenar, prandaj pyes, ka ndonjë skenar te kjo? Po mua Se skenari ti vetmi atje për qoftë partinë që se- përfaqëson, po opozitari zëshëm. Në qoftë se ajo seancë do të vazhdonte me të 34-ta pikat në rendin e ditës ku për secilin prej tyre do merrnin fjalën, le themi rreth 20-30 deputet siç ndodh zakonisht, atëherë ajo si seancë do mbaronte të paktën në 4 të mëngjesit të sotëm. Dhe fakti që aty jashtë protestoi me vezë dhe kishte, si thua, përplasje me policinë, gjitha këto, për mendimin tim, është një skenar që ka ndodhur dhe në seancat e mëparshme, kur kanë qenë protestuesit aty jashtë me vezë, që ta mbyllin shpejt e shpejt mohabetin, bëjmë sikur zihemi, të dëgjojmë dhe me letër Edi Ramën, dhe të dikim gjithë në shtëpi me fjalë. Pra s'ka të bëj fare as me reformën territoriale, as me buxhetin për Kanye West e për Për gjithë ato. mendimin tim, si thua, halli më I madh që I ka zënë të dyja palët është protesta që ndodh aty në shesh dhe prandaj po e mbyllin shpejt e shpejt. Megjithatë po them që është interes të PS-s që I kalon këto ligje që këto ligje të mos analizohen dhe të mos diskutohen. Nëse mundem dy fjalë për reformën territoriale. Patjetër unë për atë doja të pyesja, ajo ishte pyetja ime radhës. Kemi edhe disa minuta. Okej, atë jo do të Çfarë qëndrimi mban? Se informacion ke për sa I përket qëndrimeve të PS-s edhe PD-s. Po çështja është këtu që e para punës do të thënë kjo gjë që në qoftë se diskutohet reforma territoriale, jo më kot edhe partnerët ndërkombëtar kërkojnë që të diskutohet paralelisht me reformën zgjedhore, përderisa reforma zgjedhore për atë punë po bëhet, jemi të sinqertë. Dhe është bërë gjithmonë për atë punë, pra edhe ajo ndarje. Ndërkohë, nëse këtu flitet dhe përflitet se do kemi për shembull potencialisht një ndryshim të kodit zgjedhor nga proporcional rajonal në proporcional kombëtar, atëherë ndarja territoriale nga pikpamja elektorale nuk do kishte ndonjë rëndësie fare. Po çfarë ndodh? U bën muaj të tërë që janë ngritur këto dy komisione reformash dhe ende sot as PD-ja dhe as PS-ja nuk ka ardhur me një draft konkret, me një propozim konkret që ne themi që ndrojmë për këto 10 pika. Kështu duam ta reformojmë reformën zgjedhore dhe kështu territoriale. Dhe më pas të nis diskutimi me banorët dhe negocimi mes palëve. Ajo që ka ndodhur gjithmonë dhe rëndom në Shqipëri është që në sekondën e fundit përpara se sa të nënshkruhet është nxjerrë nga poshtë tavolinës dhe do ta firmosim. Ti je dakord apo s'je dakord me këtë që imponojmë ne që jemi në qeveri? E parashikoi Berisha, tha, po ndryshon lojën, tha se ka presion të madh nga protestat. Po Berisha në radhë të parë do duhet të vinte me propozimin e vet. Të thoshte që ne qëndrojmë për këtë reformë dhe për këtë hartë. Dhe nëse do kishin ardhur të dyja palat që në krye të herës me harta, atëherë diskutimi
thelbësor dhe përmbajtësor mund të ndodhe pikërisht në bashki siç është ajo librazhit e prenjasit, ku disa mund të jenë dakord, po themi, që të bashkohen, disa të tjerë jo. Shkohet aty në komunitetin e dyja vendeve dhe diskutohet me ta dhe në fund. Për ty si duhet jetë, Redi? Po kështu pra duhet jetë, duhet të nis me letrat e hapura. Nisja, po konkretisht në vijat përgjithshme. Konkretisht në vijat përgjithshme do thoshim që duhet realisht të bëhen bashkë zona të cilat kanë dhe një lloj tradite dhe një lloj afërsie, të cilave u sigurohet një lloj autonomie lokale dhe një lloj vendimarrjeje dhe një lloj qasje të komuniteteve në pushtetin lokal, në konsultime me ta për çdo vendim thelbësor që merret, për menaxhimin e fondeve, për mënyrën se si shpenzohen, kështu është demokracia dhe kështu është teoria. Në fakt, gjithçka është e përqendruar në dorën e Edi Ramës për të thënë kështu, i cili, megjithëse po flasim këtu për autonominë e pushtetit lokal, para disa muajsh u kërkoi gjithë drejtuesve lokal të partisë të tij t'japnin dorëheqjen dhe e dhanë. Atëherë çfarë autonomie jemi duke folur këtu? Njerëz që janë zgjedhur drejt për së drejt nga komuniteti i tyre, supozohet, dhe me një birbil të kryeministrit japin dorëheqjen. Domethënë ku është autonomia lokale në vendin tonë pra? Këtu është e nisur së prapthi qëllimisht dhe mbahet themi e fshehur deri në sekondën e fundit, derisa pastaj të na shfaqen tavolinë dhe palët të bëjnë sikur zihemi njëra tjetrën, sepse në kafene diskutojnë ata. Problemi është që s'bëhet transparente për publikun. Redi, më thuaj pak, për gjykimin tënd natyrshëm, Rama erdhi për të rritur tensionin edhe për të përfunduar më shpejt seanca, apo duhet vinte se kishte një votë të rëndësishme? Mua më duket se Edi Rama shfaqet në kuvendin e Shqipërisë, edhe pse do duhet ishte aty në çdo seancë i pranishëm. Po pse ka ndonjë votë mangut? Ai shfaqet pikërisht kur i duhen 84 vota për të kaluar ligjet të caktuar, siç ishte dje për shembull. 84 vota dje Ishte ndryshimi i kodit civil. Kodit civil. Që duheshin 84 vota. Erdhi për shembull para disa seancash kur kaloi amnistia e të burgosurve dhe aty prap duheshin 84 vota. Pikërisht për shkak të tërheqjes që ka bërë Mariana Koçeku nga Partia Socialiste dhe faktit që Belinda Balluku s'vjen asnjëherë në seanca plenare dhe nuk voton asnjëherë. Kështu që detyrohet të vi kryeministri që të bëhet vota 84 bashkë me Elisa Spiroparin, bashkë me Erion Braçën dhe bashkë me gjithë tjerët që bëjnë sikur bëjnë një lloj mikro-opozitarizmi brenda PS-s. Avokat, fjalën e fundit, meqense nisa me Redin. Fjala e fundit, të kemë besim te protesta qytetare, shqiptarët duhet të kenë besim të fortë te protesta qytetare, uroj që ajo të marrë një sens dhe të prodhoj edhe një kupor nga shtatori e tutje, pra të krijoj kutinë e vetë të votimit, dhe fjalia e fundit, Rama jepet dorëheqjen. Avokat, faleminderit, përshëndes. Kënaqësi, Redi. Faleminderit. Faleminderit, kënaqësi. Shkëputemi, rikthehemi për pak.